përse Imam Huseini nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se rezistencës. Sipas mendimit të dietarit dhe mendimtarit të njohur Morteza Mutahariu, rezistenca e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, në Kerbela nuk ishte një zgjidhje rastësishme apo një dëshirë për pushtet, por një nevojë absolute morale dhe fetare për të shpëtuar themelet e Islamit. Mutahari, në veprën e tij mbi filozofinë dhe historinë e kryengritjes së Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, argumenton se nuk kishte zgjidhje tjetër për shkak të rrethanave kritike në të cilat ndodhej shoqëria islame në atë kohë. Sipas Mutaharit dhe dietarëve të tjerë, rezistenca e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, që e vetmja rrugë e mbetur për të. Parimi i urdhërimit për të mirë dhe ndalimit të së keqes, Amr bil Ma'ruf, në këtë periudhë nuk kishte as edhe një lloj vlere. Mutahari thekson se Jezidi nuk kishte thjesht një udhëheqës i keq, por një person që po e shkatëronte e themelin e fesë islame, duke e përdorur pozitën e kalifatit për të legjitimuar padrejtësitë, korrupsionin dhe devijimin doktrinar. Nëse Imam Huseini do të kishte heshtur dhe në heshtje do kishte pranuar përmes besës së detyruar ndaj Jezidit, ai do të kishte legjitimuar indirekt veprimet e tij. Heshtja e një personaliteti të autoritetit të tillë fetar do të thotë se e keqja do të shndërrohej në normë, duke e çuar Islamin drejt shpërbërjes morale. Mbrojtja e vlerave, sipas analizës së Mutaharit, studiuesit, ishte e tillë që ndryshimi nuk ishte më i mundur përmes dialogut apo diplomacisë, sepse Jezidi kishte shfaqur qartë synimet për ta shndërruar kalifatin në një monarki despotike. Imami nuk mund ta pranonte këtë nënshtrim, sepse ai ishte pasardhësi i profetit Muhammed. Ai kishte përgjegjësi ta ruante dinjitetin e ummetit. Rezistenca u kthye në një detyrë ekzistenciale për të vërtetuar se një besimtar i vërtet nuk mund të bashkohej me tiraninë kur ajo kërcënon vlerat njerëzore dhe ato hyjnore. Mutahari po ashtu argumenton se Imam Huseini e kuptoi që betejë ushtarake mund të humbej, por ajo ideologjike do të fitohej vetëm përmes martirizimit të tij. Nëse ai, Imam Huseini, do të vritej në heshtje, vdekja e tij do të kalohej si një ndodhi e zakonshme, duke e shndërruar rezistencën në një skenë të hapur në Kerbela. Ai bëri që sakrifikimi i tij të jetë një qiri që ndriçon errësirën e asaj epoke. Kjo sakrificë u shndërrua në një simbol të përhershëm kundër padrejtësisë për çdo brez pasues. Po a kishte një alternativë tjetër për jetën Imam Huseini? Jo, e vetmja alternativë ishte jeta në turp. Sipas fjalëve të vet Imam Huseinit, ai thotë: vdekja është më e bukur se jeta në poshtërim, dhe unë nuk shoh vdekjen veçse si lumturi dhe jetën në tirani veçse si mjerim. Për dietarët, kjo tregon se në një situatë ku ndershmëria dhe drejtësia nuk mund të ekzistojnë mbi jetesa fizike, nuk është një zgjidhje e pranueshme për një udhëheqës që përfaqëson të vërtetën hyjnore.
Sipas këtij këndvështrimi, Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, nuk kishte zgjidhje tjetër, përveç se të rezistonte edhe të binte martir, sepse opsioni i nënshtrimit do të nënkuptonte vrasjen e shpirtit, vrasjen e vlerave, vrasjen e Islamit, ndërsa rezistenca, edhe pse në kostën e jetës së tij, tregon se si shpëtoi parimet morale që e mbajnë gjallë të vërtetën e tij në tërë historinë dhe në vite më radh.